Labinot Regja ofendon rënd Leonora Jakupin, i referohet me mbiemrin Jakupeski. Këngëtari Labinot Regja duket se nuk po gjen qetësi as pas eliminimit nga shtëpia Big Brother Kosova, pasi së fundmi ka shpërthyer me akuzat forta në rrjetet sociale ndaj banorëve dhe produksionit të spektaklit. Ai nuk i kurseu as opinionistët e këtij edicioni, duke përfshirë edhe aktoren Olta Gixhari dhe këngëtaren Leonora Jakupi. Situata mori për masa më të mëdha kur Labi publikoi një postim ku kritikonte ashpër qasjen e Leonorës ndaj banorëve. Në shkrimin e tij ai përdori një term ofendues, duke u referuar asaj si Leonora Jakupeski, gjë që u konsiderua nga ndjekësit si fyerje e rëndë dhe e papranueshme. 85 ditë në Big deri të shtunën në mëngjes, 85 ditë presion, kamera, lojë publik. Disa këndojnë një natë në Zvicër e mendojnë që u arritën për masat. Unë jam 30 vite në skenë, mos e matni peshën time me një mbrëmje, mos e matni historinë time me një sallë. Sa për kërcënime prapa skena, karriera ime nuk është ndërtu me favore, as nuk rëzohet me fjalë. Unë nuk kam nevojë me numëru sa veta ishin në koncert, sepse publiku im nuk matet me tavolina, por me vite. Kush ka zë këndon, kush ka emër nuk friksohet. Të shtunën këndoni sa më mirë, sepse skena tregon gjithçka. Dhe një gjë mbajeni mend, kampioni nuk bërtet, kampioni qëndron. Kushtrim me 9 veta dhe 35 bira do thot Pianec. Leonora Jakupeski. Shihemi të shtunën në Zvicër, besoj do të gëzohesh me fjalë fyese që më ke bërë, Labinot Regja Dajko. Megjithatë, edhe pse statusi u hoq, deklarata e tij tashmë kishte bërë xhiron e rrjetit, duke shkaktuar debat të gjerë mes fansave të spektaklit dhe publikut online, ndërsa mbetet për tu parë nëse situata do të marrë reagime të tjera nga personat e përfshirë.